Shkarkohet nga detyra konsulli grek në Korçë Theodoros Ikonomos, Ministria e Jashtme në Greqi ka urdhëruar që konsulli grek të heqë dorë përfundimisht nga posti i tij në Korçë, pas thirrjes së tij nga Ministria e Jashtme në Athinë. Lajmi për shkarkimin e Ikonomos nga detyra është konfirmuar nga mediat greke pas deklaratave të tij me përmbajtje të theksuar nacionaliste gjatë 20 vjetorit të Omonjas, me qëllim që banorët e Korçës të regjistrohen si grek dhe cilësimin e zonës së Korçës si Vorjo Epir. Ai ka quajtur regjistrimin e popullsisë fillimin e betejës për Vorjo Epirin. Deklaratat e tij kanë sjellë edhe reagimin e sekretarëve të Korçës dhe të institucioneve shtetërore si dhe Ministrisë së Jashtme shqiptare. Vendimi ka ardhur pas kontakteve që ministri i Jashtëm Haxhinasto ka pasur me ambasadorin grek në Tiranë, ndërkohë nga Partia Demokratike, Gazmen Toketa ka kërkuar shpallje non grata të konsullit. Sipas mediave greke, Ministria e Jashtme ka tërhequr konsullin e përgjithshëm grek në Korçë. Largimi nga detyra bëhet disa muaj para përfundimit të mandatit të tij në krye të konsullatës greke në Korçë.